Zonat rurale të Libovës po fitojnë gjithnjë më shumë vëmendje nga turistët e huaj, duke u kthyer në destinacione të preferuara për ata që kërkojnë natyrë të paprekur, traditë dhe qetësi. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çanov, fshatra si Labova e Kryqit, Nepravishta dhe zona e Zagorisë janë ndër më të frekuentuarat. Këto zona ofrojnë një kombinim të veçantë të historisë, peizazheve malore dhe mikpritjes tradicionale shqiptare. Në bashkinë e Libovës, ndër zonat që frekuentojnë më shumë për shkak edhe të aseteve turistike, natyrore, monumentet e kultit, është Labova e Kryqit, sigurisht, që ka një hovë dhe një kërkesë më të madhe për turistët, është tashmë edhe Nepravishta ka marrë rrugë në aspektin turistik, por edhe Zagoria për efektet e saj që ka natyrën e pastër, ka kërkesa për turistët si vendas dhe të huaj. Rritja e interesit për këto destinacione ka sjellë një ndryshim të dukshëm në jetën e banorëve vendas. Duke parë kërkesën në rritje nga turistët, shumë familje kanë filluar të investojnë në hapjen e bujtinave, duke i kthyer shtëpitë e tyre në ambiente pritëse për vizitorët. Kjo jo vetëm që ndihmon në zhvillimin ekonomik të zonës, por gjithashtu kontribuon në ruajtjen dhe promovimin e kulturës dhe traditave lokale. Trendi kurdoherë është në rritje, një pjesë e banorëve mundohen që të hapin bujtina dhe t'i kthejnë shtëpitë e tyre në shtëpi pritëse, për ta parë këtë si një version për sjellë të ardhura për familjet e tyre. Sigurisht që rritja e aseteve e bujtinave, po themi, sjell edhe rritje të kërkesës dhe të produkteve të zonës, duke qenë ato blegtorale dhe ato bujqësore. Pasi ka kërkesë më të lartë, por edhe çmimi rritet gradualisht. Zhvillimi i turizmit rural në Libovë po shihet si një mundësi e rëndësishme për të ardhmen e këtyre zonave. Me rritjen e numrit të bujtinave dhe përmirësimin e shërbimeve, pritet që këto destinacione të tërheqin edhe më shumë vizitorë në vitet në vijim.